Me një program të begat kulturor artistik, Shkolla Filluri Bashkimi në Gostivar shënoi ditën e patronatit, e cila përkon me ditën e planetit Tokë. Kjo përputhje simbolike i dha edhe më shumë peshë manifestimit, duke shndruar atë në një mesazh të fuqishëm për ndërgjegjësimin mjedisor dhe rolin edukativ të shkollës. Krahas recitimeve poetike, interpretimit të këngëve dhe vallëve që i kushtoheshin figurës së mësuesit dhe rëndësisë së institucionit shkollor në formimin e gjeneratave të reja, programi u pasurua edhe me mesazhe të forta sensibilizuese që kishin për qëllim të nxisin kujdesin dhe përgjegjësinë ndaj natyrës, por edhe të shfaqin domosdoshmërinë e ruajtjes së planetit nga ndotja dhe degradimi mjedisor. Mos e ndotni tokën tonë, ajo është shtëpia jonë, ajri, ujë dhe gjetbërimi, jeta jonë dhe gëzimi. Nëse tokën e duam fort, ta mbrojmë sot e çdo mot. Zërmës të miskasën ne që preapelëm herjere, dama kërmeti tërsu unutma hafira. Otova srce što so sebe vodi, razgovor nokjen vo trevo ga besna. Drejtoresha e shkollës Vlera Fidani theksoi se Bashkimi është shkolla më e madhe multietnike në komunën e Gostivarit, ku mësimin e ndjekin mbi 1000 nxënës shqiptar, turq dhe maqedonas. Për këtë arsye, edhe programi festiv u realizua në 3 gjuhë, duke reflektuar bashkëjetesën dhe respektin ndërkulturor që e karakterizon këtë institucion arsimor. Ajo shtoi se këtij manifestimi i kanë paraprirë edhe aktivitete të tjera sportive dhe punëtori edukative, të cilat kanë pasur në qendër sensibilizimin e gjeneratave të reja mbi rëndësinë e kujdesit ndaj planetit, mbrojtjes së mjedisit jetësor, si dhe rolit themelor që ka arsimi në formimin e një shoqërie të ndërgjegjshme e të përgjegjshme. Ne shënojmë ditën e patronatit të shkollës, që është dita e planetit Tokë. Nxënësit organizuan një manifestim të bukur, po ashtu edhe gjatë gjithë javës organizohen aktivitete të ndryshme sportive dhe punëtori, shkaku se jemi shkolla më e madhe multietnike në Gostivar. Numri nxënësve në shkollën tonë është mbi 1000. Mësimi ndiqet në 3 gjuhë, maqedonisht, shqip dhe turqisht. Kështu që programi sot u zhvillua në të 3 nacionalitetet për ta treguar karakterin multietnik. Në fund të manifestimit u vlerësua angazhimi i nxënësve dhe mësimdhënësve në realizimin e një programi të pasur, i cili solli një atmosferë festive dhe përculli mesazhe të qarta për rëndësinë e edukimit, bashkëjetesës dhe mbrojtjes së mjedisit. U theksua se aktivitetet e këtilla kontribojnë në formimin e brezave të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm ndaj sfidave bashkëkohore, duke e bërë shkollën një vartër të rëndësishme të dijes, kulturës dhe ndërgjegjësimit shoqëror.